Dhe ekziston dhe me të drejtë besimi, sepse sot gjithmonë më shumë, jo vetëm në parandalim, por edhe në procesin e hetimit, jo vetëm në shkolla apo kudo, përdorim kamera të cilat vendosen nganjëherë dhe shpeshherë dhe nga biznese private, nga subjekte private për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Dua të them që shkollat i kanë kamerat sepse është pjesë e infrastrukturës, siç kanë energjinë elektrike, siç kanë kablet internetit, por na rezultojnë të pamjaftueshme sepse janë kamera të thjeshta të cilat i përdorim më shumë për të gjurmuar mbasi ka ndodhur një episod i papëlqyer për të kuptuar çfarë ka ndodhur, kush ishte dhe çfarë bëri. Megjithatë, sado që e përdorim teknologjinë, duhet themi që teknologjia nuk e zëvendëson marrëdhënien njerëzore dhe komunikimin. Prandaj, dhe teknologjia na duhet e tillë që të ndihmojë marrëdhënien njerëzore, të ndihmojë komunikimin. Prandaj, më vjen shumë mirë që me projektin Smart City sjellim pikërisht këtë risi. Sjellim risinë që hedhim themelet drejt një përmase të re, drejt një dimensioni të ri të sigurisë, e cila vepron përpara se sa të ndodhi